Dashi. Dita e sotme sjell një frymë të re qëndrese dhe vendosmërie në jetën tuaj. Në çështjet e zemrës, një bisedë e sinqert mund të ndriçojë rrugën përpara. Lini hapësirë për emocionet dhe dëgjoni me kujdes atë që ka për të thënë zemra juaj. Në punë, sfidat mund të shfaqen, por aftësia juaj për të qëndruar fleksibël dhe inovativ do të jetë çelësi i suksesit. Mund të vinë mundësi të papritura që kërkojnë vendime të shpejta. Financat janë të qëndrueshme për momentin, por mbani një sy mbi shpenzimet e tepërta. Energjia juaj është në rritje, por mos harroni të gjeni kohë për pushim me reflektim. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos hiqni dorë nga ëndrat tuaja. Guxoni të shpërtheni me pasion. Demi. Sot, ëndrat tuaja mund të marrin formë në mënyra të papritura. Përqendrohuni në detajet e vogla në punë, pasi ato do të bëjnë diferencën. Është e rëndësishme të mbani komunikim të qartë me kolegët, pasi mund të lindin keqkuptime të vogla. Në çështjet e zemrës, hapësira dhe mirëkuptimi janë kyçe, jini të hapur ndaj bisedave të sinqerta me partnerin. Nëse jeni beqar, mos nguroni të eksploroni horizonte të reja. Financat tuaja mund të kërkojnë një qasje më konservatore sot, shmangni shpenzimet impulsive. Bëni kohë për të qetësuar mendjen me pak meditim ose një shëtitje në natyrë. Sot është dita për të dëgjuar zemrën tuaj dhe për të ndjekur instinktet që I keni shpesh injoruar. Gënjakët. Dita e sotme mban me vete një frymë ndryshimi nga ato që të nxisin të ndërmarrësh hapa të vegjël, por të sigurt. Në fushën e dashurisë është koha të dëgjosh me kujdes fjalët e zemrës dhe të ndash momentet e bukura me partnerin. Për ata që janë ende vetëm, një takim I papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në aspektin profesional, një projekt I vjetër mund të kërkojë vëmendjen tënde dhe zgjidhje kreative. Financat kërkojnë pak disiplinë shtesë, shiko me kujdes shpenzimet e vogla që mund të mblidhen pa e kuptuar. Energjia pozitive është pranë teje, por mos harro ta kanalizosh drejt qëllimeve të qarta. Reflekto përpara çdo vendimi dhe besoj intuitës tënde. Harmonia është çelësi yt sot. Daforia. Dita e sotme do të sjellë qetësi dhe reflektim të thellë. Në aspektin e dashurisë, momentet e përbashkëta me partnerin do të jenë të ngrohta, por mos harroni të dëgjoni dhe të ndjeni edhe nevojat e tij. Në punë është momenti I përsosur për të fokusuar në detaje. Kjo do të sjellë rezultate të mira. Nëse keni projekte në pritje, sot është dita e duhur për t'i përfunduar me sukses. Financat mund të kërkojnë një planifikim më të kujdesshëm, shmangni shpenzimet e panevojshme. Energjia juaj do të jetë pozitive, duke ju dhënë mundësinë të gjeni ekuilibrin e brendshëm që kërkoni. Merrni pak kohë për të medituar ose për të shijuar një çaj të ngrohtë. Sot, lëreni zemrën të udhëheqë. Luani. Dita e sotme ofron mundësi të pasura për të qetësuar shpirtin dhe për t'ju përkushtuar aktiviteteve që ju sjellin gëzim. Në punë është koha ideale për të zhvilluar një ide të re që mund të ketë përfitime afatgjata. Shmangni keqkuptimet duke komunikuar qartë me kolegët. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e pakontrolluara. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të hapë rrugë të reja afërsie, ndërsa beqarët mund të ndjejnë një magnetizëm të veçantë që I tërheq drejt dikujt të ri. Mos hezitoni të ndjeni pulsimin e zemrës suaj dhe të ndiqni intuitën. Prisni që mbrëmja të sjellë momente relaksuese, duke ju dhënë paqe dhe reflektim të rëndësishëm. Virgjëresha. Dita e sotme sjell energji të re në jetën tënde. Kujdesi që I jep detajeve do të luajë rol kyç në përmirësimin e marrëdhënieve personale. Nëse ka pasur ndonjë keqkuptim të vogël, është momenti ideal për ta zgjidhur atë me butësi. Në punë, përkushtimi do të shpërblehet me rezultate të dukshme. Një ofertë interesante mund të vijë rrugës, prandaj mos hezito të eksplorosh mundësi të reja. Financat duken stabile, por bëj kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Një moment reflektimi do të ndihmojë të qetësosh mendjen dhe të gjesh qetësinë e brendshme. Në mbrëmje, një shëtitje e shkurtër në natyrë do të ndihmojë të rigjesh harmoninë. Beso në vetvete dhe ndiqi intuitën tënde të fuqishme. Peshorja. Sot mund të ndjeni të fuqizuar nga energjia e universit, duke ju shtyrë të rishikoni marrëdhëniet e rëndësishme në jetën tuaj. Një moment introspektiv do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë emocionet tuaja dhe të forconi lidhjet me të tjerët. Në punë është koha ideale për të treguar kreativitetin tuaj. Mos kini frikë të shprehni mendimet dhe idetë tuaja, pasi ato mund të sjellin mundësi të reja. Financat kërkojnë kujdes, bëni shpenzime të mençura dhe përpiquni të shmangni impulset. Ndjenja e ekuilibrit është esenciale për ju sot, duke ju ndihmuar të gjeni paqen e brendshme.
Në dashuri, komunikimi i sinqert mund të sjellë afërsi më të madhe me partnerin. Shfrytëzoni këtë ditë për të reflektuar dhe për të ndërtuar ura të reja. Akrepi. Dita e sotme do të nisë me energji pozitive që ju frymëzon të veproni në mënyrë kreative. Në dashuri, përfitoni nga momentet e vogla për të shfaqur kujdes dhe ndjeshmëri ndaj partnerit. Për ata që janë beqar, një misi e re mund të çelë gjete të reja emocionuese. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe mos i nënglersoni idetë që të tjerët sjellin. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mbani një sy tek shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Mos harroni të bëni një pushim të shkurtër për të reflektuar mbi atë që keni arritur. Natyra e thellë dhe intuita juaj do të jenë aleatët më të mirë sot, duke ju drejtuar në rrugën e duhur për të marrë vendime të mençura. Shigjetari. Sot ndihesh i frymëzuar dhe je gatshëm të përballosh sfida të reja me kuraj. Në punë, energjia jote pozitive do jetë infektuese, duke frymëzuar kolegët. Është koha e duhur për të ndjekur një ide që ke pasur në mendje prej kohësh. Në çështjet e zemrës, komunikimi i hapur do të sjellë afrimitet dhe harmoni me partnerin. Nëse je i vetmuar, mjetakim i papritur mund të ndisë shkëndija të reja. Financat duken stabil, por është mirë të shmangësh shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Kujdesu për shëndetin emocional duke kaluar kohë në natyrë ose duke praktikuar meditim. Sot është dita për të rigjetur vetveten dhe për të shijuar çastet e vogla që jeta të ofron. Britsjapi. Dita e sotme sjell një ndjesi të veçantë të qetësisë dhe reflektimin. Ndërsa dita fillon, do të gjeni motivim të ri për të përfunduar detyrat e mbetura në punë. Kujdesuni për detajet dhe mos nxitoni, suksesi është në anën tuaj. Në planin e dashurisë, komunikimi është qelësi. Shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet dhe do të ndjeni një afërsi më të thellë me partnerin. Financat kërkojnë vëmendje, planifikoni buxhetin me kujdes për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Mbrëmja mund t'ju sjellë frymëzim për të nisur një projekt të ri kreativ. Merrni një moment për të relaksuar dhe për të medituar mbi qëllimet tuaja të ardhshme. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të gjeni balancën e brendshme. Ujori. Ditën e sotme, energjia do të jetë në kulmin e saj, duke të frymëzuar për të ndërmarrë hapa të guximshëm. Në dashuri, një ndjenjë e re mund të lulëzojë, duke të dhuruar emocione të papritura. Kujdesu për komunikimin me partnerin, sepse fjalët e ëmbla do të çelin ngullë të reja në marrëdhënie. Në punë, ide të freskëta do të vinë në mendjen tënde, duke të shtyrë drejt projekteve kreative. Kujtohu të mbash një balans mes përpjekjeve dhe pushimin. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmang shpenzimet impulsive dhe fokuso te qëndrueshmëria afatgjallë. Sot ndihu i lirë të ëndërrosh, por mos e harro qëndresën dhe realizmin. Mos harro të marrësh pak kohë për veten dhe të shijosh momentet e qeta. Peshqit. Qielli i datës 22 tetor 2025 vjen me një ndjesi të veçantë qetësie dhe reflektimi. Një energji e re po hyn në jetën tuaj, duke ju ftuar të kuptoni më thellë ndjenjat tuaja. Në dashuri, mos kini frikë të hapni zemrën për dikë të afërt, pasi një bisedë intime mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, merrni pak kohë për të rishikuar projektet e kaluara, mund të zbuloni një ide të re që mund të ndryshojë drejtimin tuaj. Në aspektin financiar, mbani një qasje të matur duke shmangur shpenzimet impulsive. Besoni instinktit tuaj dhe ndiqni një rrugë të qëndrueshme. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të riktheni ekuilibrin dhe të thelloni mirënjohjen për momentet e thjeshta të jetës.